Kam shkruar edhe një herë, thot, desha të pyes për vëllezërit mi kanë emrat e vjetër të gjyshit, pra nga fisi i babait, dhe s'po ju es në jetë, as në fejes, as në martesë, dhe unë kam emrin e një doktoreshe të lagjes. Po thonë që duhet me shku ke varri me i ble emrin të vdekurve në mënyrë që të na eci marr, a është e vërtetë se duhet lejmë lek të varret e tyne? Këto quhen hadithet e varrmisëve. Hadithet e atyre që hapin varre. Këta që hapin varre, nësa duhet kanë shpi këto hadithe. Po që ka emrin një njeriu të vjetër, një njeriu të vdek, duhet t'ja blej emrin. Po si t'ja blej, shko ke varri dhe në ty ca lek. Po sa t'lej për shembull? Sa t'lej në zemër? Sa t'lej në zemër? Ha? Subhanallah, do më thonë, qërë nuk në gjemë, përshë, e kështë gjurë e këtë? E kështë gjurë e blerjen e emrit me lek? Po në atë kohë që s'ka pas lek, përshë, si e bleshin emrin? Me naplona Florinit, tak, naplonat e Florinit atë. Po kur s'ka pas naplona, me i thes milli, i qëjt e thes në millit ke varrit, dëng, edhe e blejt e me i thes millit.